alatëve perëndimor u pasi i tillë u përdor si një kazë për shpërtimin e luftës, por në vetvete koha tregoi edhe dinamikat e luftës si të tilla saqë qëllimi final çfarë ishte që naftat menaxhohet dhe linja mesme menaxhohet nga perëndimi dhe SBA-ja. Kemi parasysh që në këtë këndvështrim pavarësisht kostet madhe, më i fituari i madh ka rezultuar SBA-ja në kuptimin e asaj që është bërë destinacioni kryesor nga mund të importohet gjithë furnizimet e naftës dhe gazit për shkak të potencialit madh furnizues që ka në raport me gjithë furnizimet nga burimet e tjera të cilët janë konkurrueshëm, kanë avantazh konkurrues për sa i përket kostove të livrimit të saj. Dhe në këtë të tillë mendoj që SBA-ja në aspektin ekonomik ka dhënë interes dhe ka fituar në kuptimin e asaj që ka bërë vendin kryesor nga ku mund të dërgohet nafta dhe gazi, po nga ana tjetër kemi parasysh që ASB dhe ndikimi i tij në rast se rezultatet e luftës do të jenë të tilla saqë nuk do të japin një zgjidhje përfundimtare siç ajo e ka synuar atë, në kuptimin e dobësimit të Iranit, në kuptimin e ndikimit uljes së ndikimit rus dhe kinez atje. Kemi parasysh që lufta prapasken ka pikërisht këto balanca, balancën midis fuqive rajnale po dhe ato me ndikim global në zonat saktuara siç ishte ky rasti konkret, dhe Irani ishte dhe kemi thënë që është linja mesme të shishë shembulli tipik i përplasjes geostrategjike dhe geopolitike interesave të këtyre fuqive, të cilët koha ka treguar që pavarësisht luftave dhe ekstremiteteve të saj, të shfaqura në gjithë dramacitetin e këtyre dhe tragjicitetin e tyre, nuk ka një përfundim, sepse ende po ekziston regjimi, ende proksat po janë të aktivizohen dhe në çdo moment situata mund të eskalojë varësisht nga fakti se si do të jenë këto dinamika, nuk ka një përfundim qartë. Qartë. Në këtë situatë, zoti Rezi, mendoni se po tenton tashmë Irani të ndryshojë të gjithë rregullat e lojës duke ndarë këtu krizën rajonale nga programi bërthamor? Po këta mendoj që synon e nderuar, të mbrojë diçka, e thamë edhe në krye të herës, këtë Irani në rast se do të arrijë do të jetë një fitore e tij, dhe ka çfarë mund të justifikohet qoftë regjimi, por edhe gjithë elita politike atje që ne mbrojtim interesat e shtetit dhe kuptohet në çdo konflikt dhe çdo luftë ka kosto, dhe Irani mendoj që mund të jetë i fituari më i madh nëse do të arrijë këtë. Do të thotë që do të jemi në situatën e zerrat fillimit, në kuptimin e asaj që lufta na dobësoi, por nuk na asgjësoi, në kuptimin e asaj që ne rujtëm dhe konservuam ato të cilët ne i kishim dhe është një bazë, një premis për të zhvilluar ato. Kemi parasysh në programin bërthamor, atë nivelin e asaj që ajo zotëron, ndërkohë që portet, kanalet ndërkombëtare, po edhe ngushtica gjithashtu e parë këndvështrimin e drejtës ndërkombëtare, por edhe të detit, kanë një status të veçantë dhe nuk kanë ekskluzive dhe sovrane të një shteti të caktuar, dhe ato rregullohen sipas këtyre drejtës ndërkombëtare, të cilët janë të rregullat universale, ku asnjë shtet nuk mund në mënyrë arbitrare të kontrollojë të vendosë rregullat e tij, dhe si tillë ato kanë një status ku garantohet liria detare e lundrimit, dhe si tillë në një farë mënyre mund ta përdorë Irani këtë si një mekanizëm i cilët mund ta negociojë, por që gjithmonë duke ruajtur atë vlerën e tij që ka të bëjë me uraniumin, dhe ta përdor ngushticën e Hormuzit, menaxhimin e saj si ekuivalent i kësaj arme, në kuptimin po themi mëthojza, në sensin e asaj të ndikimit të madh që i përdoren në tryezin e bisedimeve, kjo forcë e tij. Ndërkaq zoti Rezi, kush do të përfitonte më shumë nga hapja e ngushticës së Hormuzit? Pra do të kishim një stabilitet global apo do të kishim një fitore për Iranin? Nderuar, këtu nga hapja e ngushticës së Hormuzit gjithë do të përfitojnë për hir vërtetë, se tham një Irani për shkak të se edhe Irani ndihet i bllokuar në kuptimin e faktit që edhe ato anije të cilat lejohen prej tij që të qarkullojnë qofshin ruse, kineze, franceze apo të tjera të cilat Irani kërkon ta bëjë
t'i bëj për vete duke përmbushtitën si instrument apo një mekanizëm për të lehtësuar barrën e saj apo për të prish kohezionin në mbështetje të luftës kundër tij, dhe këta besoj që i ka rritë, sepse nuk ka një kohezion ndërkombëtar të unik për sa i përket atyre që i mbështesin këtë luftë, dhe po nga ana tjetër është edhe SHBA-ja të cilët e kontrollon në një farë mënyrë. Kemi parasysh prapavijën e saj në prezencën e ushtarake të SHBA-s në Gjirin e Omanit, dhe kjo është, po themi, diçka që 50-50 kuptimin e asaj fuqive balancuese që ka njëri me tjetrin, dhe këtë në këtë vështrim hapja e totale e ngushticës do të sillte përfitimet për të gjithë, qoftë për Iranin për sa i përket barrës ekonomike, lehtësimit të saj, përfitimet që mund të sjellë, po ashtu edhe gjithë lindjes mesme shteteve, të lindjes mesme të cilët e kanë burimin kryesor të ardhurave të tyre në GDP-n, që vijnë nga furnizimet e lëndëve të para, pesticidet, naftës, gazet. Kemi parasysh gjithë këto vende janë prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, janë vendet e OPEC-ut, ashtu qytet të cilët historia ka treguar që krizat që kanë ndodhur atje kanë pasjell efektet globale në gjithë tregjet e bursës naftës. Kemi, po të kthehemi pas në historinë e viteve 70 dhe më herët, kemi parasysh që vendet e OPEC-ut çfarë kanë qenë edhe burimi kryesor i gjithë krizës së naftës në tregjet globale, të cilët kanë afektuar përmes kësaj edhe në gjithë zinxhirin e furnizues të gjithë mallave dhe shërbimeve që lidheshin me furnizimin e naftës. Dhe si tillë përfituesit do të jenë vendet europiane, të cilët janë burimi kryesor furnizues dhe importues i naftës dhe gazit nga këto vende. Po ashtu edhe lindja mesme gjithë këto shtete do të çliroheshin, do të stabilizoheshin, do të përfitonin nga eksportet e tyre, sepse tashmë janë bllokuar dhe nuk mund të mundsohet qarkullimi jo vetëm i eksporteve të tyre, po dhe importeve, sepse lufta dhe ky konflikt ka pasjell çfarë, edhe pengimin e qarkullimit të ndërsjellë, dhe ato nuk kanë gjendje edhe të importojnë për mallat dhe shërbimet e dyshueshme dhe bazike të jetës së tyre të përditshme. Kemi parasysh ato që lidhen me mbijetesën e tyre, dhe një vazhdim i luftës do ta përkeqësojë edhe situatën e tyre ekonomike, sociale, por edhe mund të pasjellë edhe një krizë edhe politike. Kemi parasysh që pakënaqësitë në situata luftës shfrytëzohen nga opinioni i brendshëm dhe nga faktorë politik, të cilët mundon ta instrumentalizojnë këtë pakënaqësi për qëllime dhe agjenda politike në funksion të prishjes kohezionit, por edhe për rotacione të mundshme brenda. Dhe si tillë edhe këto vende do të ishin përfituesit më të mëdhenj në kuptimin e hapjes apo dhënies mesazhe për hapjen e këtij kanali, në mënyrë që të kemi një qëllim plot. Sikundër edhe vetë ato fuqitë të rejnale, qoftë edhe Kina, e cila është importuesi më i madh i këtyre, Korea, Japonia, India gjithashtu, dhe gjithë tregjet të cilët i afektojnë marrëdhëniet e tyre pikërisht edhe me këtë zonë të rëndësishme. Kemi parasysh që ndikimi është i shumëfisht, nuk është thjesht vetëm një ndikim cilët lidhen me diçka, po është efekti multiplikator në kuptimin e gjuhës ekonomike, që vjen për shkak të asaj që një krizë për një mall, një produkt i cili është shtet jetik dhe është komponenti kryesor i një gjithë zinxhirit ekonomik dhe qarkullimit që ndodh në ekonomitë e çdo vendi, po edhe ato globale, siç është nafta dhe energjia, element të sigurisë edhe kombëtare, madje për shkak të rëndësisë, zhbllokimi i kësaj situate do të ketë ndikimin më të madh për gjithë të zonën, kuptimin e përfitimit që do të arrijnë. E qartë. Mirë, zoti Rezi, shkruajmë herë për ta mbyllur pyetja e fundit. Çfarë do të ndodhë, pra cili do të jetë skenari më i mundshëm nëse do të kemi sërish dështim të negociatave në vijim? Do të vazhdoj presioni nderuar, po mendoj që palët kanë arritur në një shkallë ndërgjegjësimi që nuk do t'i kthehen më ashpërsimit të konfliktit, sepse koha ka treguar që secila është në gjendje të reagojë. Është më tepër në rastin e Iranit që nuk u thy, nuk u ndryshu regjimi, nuk u azhësu gjithë programi bërthamor që ende posedon atë si një kërcënim, i cili shenjat dhe shërbimet të inteligjencës po tregojnë që është në gjendje dhe ai ta vazhdojë dhe t'i montojë këto armë të cilët kokat bërthamore që i përbëjnë një kërcënim, sikundër dhe proksat e tij nuk janë azhësuar. Kemi parasysh reagimet e limituar që i vijnë nga në jug të Libanit, rezistenca që i bën Hezbollah, por edhe një mundësi potenciale eskalimit të shpërthimeve dhe të vullthit në Yemen, apo edhe krizës në shiite, krizës me
don që mundon lindjen e mesme në shtetet saktuar në Irak apo në Siri, të cilët kanë një brësi institucionale atje, ku reagimi apo reaktivizimi i këtyre proksave mund të pasjellë një përshkallëzim të këtij konflikti. Dhe si e tillë, palët gjithmonë janë të interesuar që ta marrin situatën në kontrollin e tyre, që përmes mjeteve diplomatike presionit të arrin maksimumin në mënyrë që të përshkallëzojnë konfliktin. Gjuha e përdorur është e tillë që SBA-ja gjithmonë ka qenë paksa arrogante në kuptimin e saj që diplomacia përmes forcës, don atë që diplomacia nuk arrin përmes 1, 2, 3 deadline urdhëruese dhe kategorike të dhëna në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme nga Shtëpia e Bardhë dhe presidenti Trump nuk u arritën këto objektiva, kuptohet e zaron mjetet tjera ushtarake si tonë që një instrument apo si vazhdimi i diplomacisë me mjetet tjera. Kjo është ajo që përdoret në ndonë për të justifikuar vazhdimin e luftës. Po mendoj që do të kemi një situatë pak thim kuptimin e saj, që një vullnet i shprehur të parëve për të vazhduar negociatat, dhe tu kemi një mediator apo një negociator që është një mandator i vullnetit mirë, siç është rasti i gjetur, jo pa qëllim, siç është Pakistani, që ka një afiliacion të përbashkët të afërt me Iranin, po ashtu edhe me SBA-n gjithashtu, i cili si vend po e ka shprehur gatishmërinë e tij për të ulë palët detyrën e bisedimeve, dhe përmes kësaj në mënyrë direkte apo indirekteve, pavarësisht dështimeve apo jo të tryezës së bisedimeve dhe apo takimeve, mesazhe të jepen për të treguar që mundësitë për të arritur marrëveshje dhe një dakordsi janë të mëdha. SBA-ja dhe Trumpi do ta shfrytëzojnë maksimalisht për të arritur marrëveshjen e madhe që ta identifikojë veten me këtë si precedentin e paqes, dhe nëse do të arrijë, besoj që do të jetë një nga, po themi, madhështitë e gjithë presidencës së tij, në raport me gjithë historinë e luftrave të cilët kanë kaluar përgjatë presidencës së tij, dhe mendoj që ai do kërkon që ta marrë një paqe madhe në Trump, kuptimin e saj që dallim me ato historitë e marrëveshjeve të mëparshme të Obamës apo dhe të pararendësve, prekursorë të tjerë, këtë vulën e Trump, dhe si i tillë Trump është më i interesuar që të arrihet kjo marrëveshje, jo thjesht vetëm të bëjë luftë dhe të shtojë dozat e presionit përmes gjuhës të ashpërsuese diplomatike apo përmes sulmeve, por në thelbin e vet mendoj që në reflektim të asaj që ka ndodhur, ai është interesuar për arritjen e paqes, dhe po ashtu dhe nga ana e Iranit, palës iraniane, mendoj që pavarësisht se çfarë ka ndodhur, edhe ato janë të interesuar për të dhënë fund kësaj lufte në mënyrë që të marrin kohë, të marrin frymë, të ringjallërohet regjimi atje dhe të funksionojnë institucionet, të jepet një mundësi, po themi, rehabilitimi gjithë situatës çfarë ka ndodhur. E qartë. Mirë, zoti Rezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderoj kënaqësi dhe ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë, po për një ditë.